Cili ka qenë shumë i vështirë. Ka zgjatur 8 orë, domethënë ai 8 orë ka nejtë bashkë me ekipën për me heq tumorin të cilën unë e pata në kokë. Po, ka qenë një sfidë e cila më ka gjetur e pa përgatitur. Domethënë, nëse ndiqja logjikën e më përparshme, unë sfidën e kam parë si posibilitet për me zhvillu veten, për me i dhënë zgjidhje. Ama kjo sfidë më gjeti aq të pa përgatitur dhe të pa fuqishme për me ndryshu diçka. Sepse ishte diagnoza e kancerit. Domethënë, ka qenë dhe sfida e fillimit për edhe një diagnostikim jo i drejtë që mu bo, edhe masandej ajo ka qenë një sfidë më vete për me gjetë zgjidhjen. Dhe në një farë mënyre unë u gjeta e pa fuqishme para këtij njoftimi apo para kësaj sfide, saqë fillova me mbledh veten edhe me thënë, okay, kjo është një sfidë të cilën unë nuk e kam në dorë, po do ta lë në dorën e atyre të cilët janë përgjegjës për të. Do thotë që në momentet e para unë kam besuar në mjekësinë kosovare, edhe unë operacionin e kam kryer në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Nëse më lejohet mundem me përmend emrin e doktorit, sepse atij jam shumë falenderues për mirësinë që ka treguar, profesionalizmin, sepse kur përmenden mjekët zakonisht përmenden vetëm për problemet e jo për sukseset. Është doktor Armend Kërveshi, i cili më ka hapur derën edhe ka marrë përgjegjësinë për me bë operacionin, i cili ka qenë shumë i vështirë. Ka zgjatur 8 orë, domethënë ai 8 orë ka nejtë bashkë me ekipën për me heq tumorin të cilën unë e pata në kokë, edhe kjo ishte një prej sfidave të cilat unë e kam ballafaqu. Unë jam qu 7 ditë masi jam operu, kam shku në konferencë për me bë një prezantim me paruke dhe kërkush nuk e ka kuptu që unë isha operuar. Më thënë, aq kisha energji, aq kisha vullnet, operacioni shkoi shumë mirë. Do më thënë, diagnoza e parë që mora ishte një diagnozë e një tumori beninj, adin që mundesha, adin i disha që gjasat i kisha shumë të mdaja për me mbjetu. Kështu që fillova që në ditën e 7, dhe më thënë unë me shku në për konferenca, ato 2 muaj,